Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çdo shqiptare ka në oborin e tij bima që bën mrekullin dhe ju shëron nga këto sëmundje. Përdoret shumë në sallata dhe në picat mesdhetare, por bashkë me shijen e mirë, rukola sjell edhe shumë përfitime shëndetësore, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas health.com. Një nga përfitimet shëndetësore të rukolës janë fibrat. Fibrat janë substanca që veprojnë si një fshesë kur bëhet fjala për të larguar substancat e dëmshme nga trupi, siç janë toksinat dhe radikalet e lira të lidhura me çrregullimet si sëmundjet e zemrës dhe radikalet e lira. Gjithashtu fibrat reduktojnë nivelin e kolesterolit në trup, parandalojnë problemet kardiovaskulare si hipertensioni, arterioskleroza, arteriet koronare dhe goditjet. Fibrat gjithashtu nxisin tretjen dhe metabolizmin, parandalojnë kapsllëkun, hemoroidet dhe ndihmojnë gjithashtu për të humbur në peshë dhe për të pasur një trup të shëndetshëm. Një ndër përfitimet që vjen nga rukola është parandalimi dhe menaxhimi kundër radikaleve të lira. Sipas Medical News Today, perimet që përfshihet edhe rukola janë të lidhura me reduktimin e riskut ndaj radikaleve të lira. Kjo perime parandalon disa tipe të këtyre problemeve si ato të mushkërive, të zorrës së trash. Gjithashtu rukola përmban sasi të mirë të sulfurit, të cilët fuqizon aftësinë e kësaj perime në luftën kundër shqetësimeve të radikaleve të lira në organizëm. Shikimi juaj do të përfitojë nga vlerat e saj. Ngrënia e rukolas përmirëson shëndetin e syve. Sipas Superfood Profiles, kjo perime përmban fitonutrientë të tillë si luteina dhe zeakanthina që të përqendruara në zonën e makulare së syrit mund të ofrojnë shumë përfitime. Këto fitonutrientë gjithashtu mbrojnë makulën nga drita ultravjollc. Ngrënia e rukolas përmirëson edhe komfortin e syve dhe ju mbron edhe nga lodhja. Gjithashtu do të përmirësojë shëndetin e kockave dhe të trurit. Rukola gjithashtu ndihmon në shëndetin sistemin nervor dhe atë skeletor. Ajo është e pasur me vitaminën K, e cila shërben si antioksidant dhe antiinflamator në trup. Kjo vitaminë parandalon shkatrimin e kockave, nxit formimin dhe prodhimin e qelizave kockore duke i mbajtur ato të shëndetshme. Në këtë mënyrë parandalohet osteoporoza. Gjithashtu vitamina K ndihmon në reduktimin e degradimit nervor të personave që vuajnë nga Alzheimeri. Përfshirja e rukolës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të pasuruar trupin me shumë elementë ushqyes. Vitamina K që gjendet te rukola lufton inflamacionin dhe forcon shëndetin e nyjeve duke parandaluar edhe shfaqjen e zhvillimit të artritit. Në vlerën e shtuar të vitaminës K është ndihma që jep organizmit për të përthithur kaliumin, duke i dhënë një mbështetje të fortë personave që vuajnë nga osteoartriti. Vitamina C që gjendet te rukola mbështet sistemin imunitar dhe shmang rreziqet e shfaqjes së infeksioneve dhe problemeve. Sipas të dhënave, vitamina C është në vetvete një mekanizëm që mbron dhe sulmon dhe shkatron të gjitha radikalet e lira që shkaktojnë probleme të dëmshme. Rukola është e pasur me vitaminën A. Rukola përmban vitaminën A, e cila është një antioksidant i fuqishëm dhe promovon shëndetin e mirë të kockave, të dhëmbëve, të syve dhe të lëkurës. Ajo përmirëson gjithashtu nivelin e hormoneve. I3C-ja është një përbërës që sipas të dhënave shkencore ekuilibron nivelin e hormoneve dhe rukola është e pasur me këtë përbërës. Rukola ndihmon në përthithjen më të mirë të mineraleve. Nëse e krahasojmë me ushqimet të tjera siç janë spinaqi, bajamet, bimët barishtore ose gjethet e panxharit, rukola përmban një sasi të vogël të oksalatit. Kjo është një molekulë që parandalon përthithjen e kalciumit. Kjo e bën rukolën të dobishme për të konsumuar sepse ushqyesit e saj sigurojnë që kalciumi, një mineral jetësor për shëndetin, të përthithet plotësisht nga trupi juaj. Është i mirë për gurdh në veshka. Ushqimet e pasur me molekula të lartë përmendura siç është spinaqi mund të promovojnë formimin e gurdhve në veshka. Rukola nga ana tjetër ul rrezikun e formimit të këtyre gurdhve, pikërisht falë sasive të ulta të molekulave oksalat. Rukola është e mirë edhe për grash shtatzana. Rukola është një barishte e sigurt për grash shtatzana. Ekspertët tregojnë se acidi folik, një vitaminë e kompleksit B, ul rrezikun e formimit të defekteve të lindjes dhe rukola është e pasur me të. Rukola është një zgjidhje shumë e mirë kundër kolesterolit.
Acidi pantotenik ose vitamina B5 ka një ndikim të fortë kundër niveleve të larta të kolesterolit. Rukola ka potencialisht përmirësimin e kolesterolit të mirë dhe kolesterolin e keq që largon nga trupi. Rukola është një zgjidhje shumë e mirë kundër helmeve nga kimikatet. Vlerat e shtuara të rukolas dhe aftësia për të pastruar organizmin është një zgjidhje shumë e mirë ndaj efekteve helmuese të toksinave dhe metaleve të rënda që merrni çdo ditë nga ushqimi ose ambienti. Ekspertët këshillojnë që rukolën ta shtoni në salca të ndryshme, në gatime të zgarës, madje edhe në gatimin e picave dhe makaronave. Atë mund ta shtoni si sallatë, në panine, madje edhe në prerje të holla në omlet. Dhe kështu do të merrni të gjitha elementet ushqyes që ajo do të ofrojë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kjo barishte është e dobishme për të konsumuar sepse ushqyesit e saj sigurojnë gjithashtu edhe një mbrojtje kundër shqetësimit të gurëve në veshka. Ushqimet e pasur me molekulën e lartë përmendur siç është spinaçi mund të promovojnë formimin e gurëve në veshka. Rukola nga ana tjetër ul rrezikun e formimit të këtyre gurëve pikërisht falë sasive të ulta të molekulës oksalat. Në rukola është një barishte e sigurt për të gjitha femrat shtatzana. Studimet kanë treguar që acidi folik, një prej vitaminave të kompleksit B, ul rreziqet e formimit të defekteve të lindjes që foshnjat mund të jenë edhe me këto probleme. Rukola është një zgjidhje e pasur edhe me elementë të tjerë ushqyes, dhe përfshirja e saj në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në dietën tuaj. Ajo është një burim i pasur i vitaminës A, fibrave, vitaminës C, vitaminës K, folat, hekur, kalcium, fosfor, magnez, mangan dhe kalium. Shqiptarët e kanë kultivuar atë vetëm pas viteve 90, se deri në atë kohë askush nuk e njihte për vlerat e magjishme që ajo kishte. Rukola është një barishte shumë efektive në dobi të organizmit, dhe si e tillë duhet të konsumohet vazhdimisht në dietat tuaja duke parë edhe anën pozitive që do t'i ofrojë organizmit. Gjithashtu, zgjidhja e tyre është rukola të shtohet në sallatat e shëndetshme. Për më tepër, fibrat e rukola ju ndihmojnë në aparatin tretës duke ju bërë të ndjeheni më të ngopur për një kohë më të gjatë. Kjo barishte speciale është e pasur me proteina, zink, vitaminën B6, acid pantotenik dhe bakër. Në 10 gram rukola do të gjeni vetëm 2 kalori. Antioksidantët e rukola ulin tensionin e gjakut dhe përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut. Rukola ndihmon në uljen e kolesterolit, mban në kontroll sheqerin në gjak dhe ul shanset për shfaqjet e problemeve të zemrës. Ky barishte është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve, të cilët rrisin aftësinë e organizmit për përthithjen e oksigjenit. Antioksidantët ndihmojnë në kundër ftohjes, sëmundjeve të zemrës, problemeve të radikaleve të lira, plagës së parakohshme të tjera. Rukola është e pasur me vitaminën K që ndihmon në formimin dhe forcimin e kockave. Ajo ka sasi të lartë të vitaminës C që vjen në ndihmë sistemit imunitar, ndërkohë që vitaminat e tjera forcojnë metabolizmin. Rukola është një burim i pasur i karotenit që është thelbësor për shikimin. Marrja e sasive të larta të karotenit ndihmon ngadalësimin e simptomave të plakjes. Në vendet e mesdheut, rukola konsumohet si sallatë, gatuhet ose përdoret në pica. Disa vende përgatisin edhe një pastë me rukola që është shumë e shijshme. Gjethet zihen në avull dhe përzihen me vaj ulliri ose barishte të tjera. Lulet dhe gjethet përdoren edhe në supë për t'i dhënë asaj më shumë shije. Kjo barishte mund të kombinohet mjaft mirë me uthull, limon, domate të freskëta ose të thata, dhe vlerat që do t'i ofrojë në trupit tuaj do ta bëjnë një zgjidhje mjaft të mençur në dietën tuaj të përgjithshme. Rukola është plot me antioksidant, komponent që mund të mbrojnë edhe në forcimin e qelizave tuaja. Rukola gjithashtu ka glukazolate, këto substanca natyrale të cilat japin rukolës shijen e hidhur dhe aromën e fortë, mund t'ju mbrojnë kundër disa lloje të problemeve duke përfshirë ato të gjirit, prostatës, mushkërive dhe të zorrës së trashë. Rukola është e pasur mjaft me vitamina të mira ushqyese dhe si e tillë duhet të jetë pjesë e rëndësishme e gatimeve tuaja vazhdimisht. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat parapraken ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.